që thoni ju, neve po shkojmë për në Kish Laçit dhe po e hap këtë vlog kështu me këtë errësirë sepse është ora gati 11 e natës. Dhe për momenti kemi ndalu në një dyqan kështu nga këto të rrugës, po blejmë në një pije në një gjë. Kemi edhe çunin mrapa, po çuni është në kokën e gjumit. Dhe do thoni ju pse po ikni kaq vonë, po puna është që na doli një punë dhe u shtyr shumë dhe kur e vendos për me ikë Kisha Laçi duhet shkosh patjetër, domethënë kur e bën jetë me shku duhet shkosh patjetër, kështu që tham po nisemi me që s'ka shkuar 12, nuk ka kalu, domethënë nuk ka hyrë mërkura, edhe për pak për një 10 minuta arrim. Kështu që shifemi kismet nesër. Do ti këtu për YouTube. A si gjojë, nuk i përshëndesësh i këto gocat? Ku e kështu? Edhe odi bojë dhe ti me dona me. Ku që me dona? Bravo! A që foje gocën? A që foje? Bravo!
budallik sot. Kam ble snack asiatik te një dyqan që është hap në Tiranë. Emrin tani nuk e mbaj mend, kishte një emër kështu si karamajsh, një emër çuditshëm, të bukur, po nuk e mbaj mend mirë, dhe që mos ta fus kot dia u di ku këtu emrin. Dhe porosita dy u tregoj si kam këtu. Ja dhe emri që ka dhe qesja. Bao quhet. Asian Supermarket. Ka dhe këtë, ju që jetoni në Tiranë besoj se e njihni. Dhe kam porosit. Një les me gafore, që me sa lexova dhe me sa kuptova vetëm ande i shitet. Kjo pjesa Azis. Dhe një les me lemb, me shije lemb. 2 lesa porosita. Tani unë këtë e mora, po nuk e di qa është kjo. Do ta lexojmë këtu se qa është. Kjo më duket është një pije me rrush. Po, një pije me rrush më duket se është. Ka një paketim kështu të bukur, çuditshëm.
Mora edhe nga këto mochit. Unë kam provu një 2-3 lloje, po momenti që këte e kapa në dorë, kuptova që është tjetër nivel. Kështu që do provojmë këte, e zgjodha me pistak dhe me arë kokosi. Nuk e di se çka ka dhe sa gjona tjera këtu, po se nuk i marrën vesh mirë të gjonat. Kam porosit dhe një pije, po e kam fut në frigorifer, ja ta marrë tani t'ja u tregoj. Kjo Lady Boba, u shuka Lady Boba, nuk e di apo e lexoj mirë, bubble tea, me passion fruit, iced tea dhe lyshe. Qa është lyshe, nuk e di. Ja se tregoj ka këtu. Përbërësit të çaj jeshili zier, sheqer kallami, boba që shpërthen. Ata shohim. Kështu ka një pamje shumë të bukur dhe i shallat tjetë dhe mirë. Ka marrë dhe një gotë kështu transparente që ta shohim se ngjyrë ka. Dhe do t'i provojmë. Fillim po hap limonatën. Do ngjoni gjithkohës edhe odin që loz aty me ca gura. Kështu që do na shoqëroj edhe një muzikë. Sa të mirë pas ka erën. Që ka ngjyrë kështu si e verdh, si portokalli. Edhe ta provojmë. Sa e veçantë që e ka. Ndjehet era e frutit pasionit, po edhe çajit jeshil. Dhe nuk pas ka gaz, nuk e di sepse e imagjinova sikur të ishte me gaz. Shumë e mirë. Do të thënë sa provon direkt kujton verën dhe kryesora është që kjo është me sheqer kallami, domethënë nuk na shnosh. Domethënë ka dhe gjona tjera, po që të paktën sheqerin e ka të mirë dhe është shumë e bukur. Tani u përli këtu këte dhe të hapim këto lejsat e para. Në fakt i lejsin e pashtë një shoqja ime që kishte provu në Bielorusi, duket. E kishte provu këtë dhe nuk që gjetë mas një vend tjetër, një dyqan aziatik. Dhe e kishte postuar shoqja ime, i kishte bërë tak faqes dhe unë direkt i porosita këto. Se i shpënjepsi. Unë nuk jam shumë për të gjonat e detit, po ta provojmë. Sepse kjo është me kështu, me gaforre, me nuk e di çfarë është kjo. Domethënë, shija shumë një shije e re. Nuk mund ta them e keqe pas mirë. Ndoshta më shumë jam njëri që nuk pëlqen gjërat e detit. Kjo nuk është për mua. Po, dhe ta provoj dhe Lori. Dhe të shohim çfarë do thotë. Besoj kjo do jetë e mirë për Kesin, se Kesi vdes për frutat e detit. Okej, provojmë të tjetrën. Po si fillim të heqim çik shire kësaj. Me këtë shubë limonatën. Dhe tani të hapim kjo, që ishte me lem. Do me thënë me mishtingji. Ta provojmë njerë. As mishe qitë se kam qepë, po hajtë më. Këtë ma një më vogët. Këtë janë njëra. Do të pak djekse. Që janë pak si lesi jonë Leila, që është me barbecue, po ka dhe më shumë si shije mish kjo. Këtë janë të mira. Shumë të mira sa do të parat. Nuk du të haj shumë se s'du të marrë shumë kalori, kështu që sa t'i provoj dhe ja plojë të sa motrës. Tani këte, unë nuk e kam fut në frigorifer që ta pi, kjo është një pije. Ta e fut në frigorifer sot dhe kismet të video tjetër, do ju them si është kjo, se tani nuk ka kuptim ta hap kështu e ngrohtë që është. Por nuk do harroj që t'ja u tregoj edhe këte. Tani ëmbëlsira për në fund, këto mochit.
Shqyqyr nuk janë moqe që duhet të rrini qik në ngric. Kështu që mund të hajmë direkt, i provojmë direkt. Ta hapim. Pas ka 108 kalori gjitha. Nuk kurse janë shumë kalori 108 për një pako. Nëse kjo 6 co paska. Po ta që u papu në që kalori do marrë, nuk kam që të bëj. Nuk e di sepse lodhem tu jepit me dorë këto, tu pas gëshanë këtu. Tjetë ajo aroma e arës kokosit direkt. Ore, kjo qa është shi? Qa është kjo qesje? Mos e ha, thot, kështu që do ta hedhim direkt, do jeta një nga këto që e marrë të freskët. Tani ta provojmë. Shtresa e parë, kjo që është kështu e verdh, më pëlqej ka më shumë se shtresa që kam rënë, sepse kjo është me lajthi, me bajame, edhe nuk është se jam shumë tipi këtyre gjonave, po. Pjesa jashtme, po. Në përgjithësi, nuk jam tip këtyre gjonave. Se kam përvu dhe herë tjera kështu aziatike. Kam përvu dhe ku kam qenë në Amerikë. Dhe nuk më pëlqejnë. Nuk kam as tip për shumë sushi. Unë jam njëri që du të haj gjona normale të keqen. Gjona dhe venit tonë. Hajt ma për një gjonë ndryshe. Edhe mund t'i marrësh. Po në përgjithësi, përveç e limonatës edhe qitë llojt lejsit, kjerat nuk e vlen për mu. Do provojmë dhe këta, po dhe kjo nga pame nuk është se mjep në i gjohë, kështu di se qa. 110 kalori kjo, pas ka shumë. Nise. Këto, në që fësi një t'interesum t'a dini s'ta kushtun, në t'a gjej këtu, 17.400 lekë kanë kushtu këto. Më sa gjoni lekët këtë, i provohëm për ju. Vetëm që si një tipa që i keni shumë qef këto budalliqet, provohën, po për ndryshe, nuk e vdekan. Unë për momentin po e mbyll, sepse duhet futem patit të t'lahem, pastaj të bëhem gati se do ikim në Tiranë, të pim një diçka, se një po jam ka ditëlindje, na ka ftu, kështu që unë do të bëhem gati sa më shpejt, se ora është 6 e pak. Imagjinoni, unë duhet nisem në 8 duhet jemi të nisur për Tiranë. I ka pra shqipemi pastaj.